Sistemi gjyqësor dhe i shëndetësor vazhdojnë të jenë në top listën e perceptimit që kanë qytetarët shqiptar për korrupsionin. Sondazhi i barometrit për korrupsionin i realizuar nga Transparency International tregon se rreth 66% e shqiptarëve mendojnë se korrupsioni në vend është rritur gjatë 2 viteve të fundit. Po ky raport tregon se 58% e shqiptarëve mendojnë se masat e qeverisë për luftën kundër korrupsionit kanë qenë jo efektive. Pyetur se si ka ndryshuar niveli i korrupsionit në 2 vitet e fundit në Shqipëri, 66% e shqiptarëve mendojnë se është rritur. 25% mendojnë se ka qenë i pandryshuar dhe 9% e tyre mendojnë se ka pësuar rënje. Në një shkallë nga 1 në 5, ku 1 përkthehet në rezultatin as pak të korruptuar dhe 5 shumë të korruptuar, institucionet më të korruptuara në Shqipëri perceptohen të jenë gjyqësori dhe sistemi shëndetësor, në një nivel prej 4.3 pikësh të ndjekura nga partitë politike, sistemi arsimor, parlamenti, policia e të tjerë. Në Shqipëri, 58% të anketuarve mendojnë se veprimet e qeverisë në luftën kundër korrupsionit kanë qenë jo efektive në 2 vitet e fundit. 30% të tyre shprehen që këto veprime nuk kanë qenë as efektive dhe as jo efektive dhe vetëm 12% mendojnë se kanë qenë veprime efektive. Niveli i perceptimit për korrupsionin në vend është i njëjtë si ai në Kosovë, duke i renditur 2 shtetet shqiptare në fund të klasifikimit për Ballkanin Perëndimor.